Doktorish, e di që ndoshta mund të tingëlloj si pyetje personale, po nëse do të kishe një vajzë të moshës 18 vjeçare, tënden, çka nuk do ta lejoje të bëje nga ky trendi i 2026-s? Një vajzë 18 vjeçare. Nuk do ta lejoja. Vajzën tënde. Unë nuk kam. Fatkeqësisht nuk kam një vajzë. Por sigurisht që nuk do ta lejoja, domethënë secilën ndërhyrje të tepruar. Të tepruar. Siç nuk e bua ti të vetja. Jo. Unë kur erdhi doktoresha thash, pse ju mjek nuk bëni të vetja kur gjohen neve na bëni, po doktoresha shpjegoi shumë mirë, tha janë kërkesat, të cilat i respektojnë. Po mu më pëlqej fakti që ju keni refuzuar klient kur ka ndosh me kalu limitet e dukjes jashtë vetës. Po, ajo ndoshta na ka kushtuar neve në një aspekt tjetër, po ajo shumë pak e rëndësishme në raport me shëndetin Ti flanësh lirë, doktoresh. Pavarësisht që si ke marrë do pare ma shumë prej një refuzimi, ta thamë kështu shqip. Po, nëse e thojmë ashtu, po, ajo në më thonë mu ka penalizu në aspektin e fitimit financiar, mirë po në anë tjetër, po, unë edhe kom fleqet edhe kom kontribu në vendisimin e një të riu apo të reje. Po, edhe po besoj që ju flet kur vinë kështu treja vajzave. Gjithsesi, domethënë ajo e para që bëjmë në ordinancën time është një konsult mjekësore, të cilën domethënë së pari është unë dua të di për kërkesat e pacientës. Pastaj dua të di se si ajo don me u duk me ato kërkesa, se për shembull dikush normalisht se krejt nuk mund janë laik të kësaj fushë, edhe për shembull ajo don me u duk sot ma e re, ma energjike, më shu, po ma mbush këtë asi. Atëherë ne i tregojmë se domethënë për me u duk ti kështu ndoshta nuk ka nevojë të mbushet ajo, po duhet diçka tjetër, edhe konsultojmë sepse në fund është shumë e rëndësishme që pas një ndërhyrje të ndahen të dy të kënaqur. Edhe mjeku, edhe klienti këtë rast. Edhe klienti, pacienti, si ta quajmë. E quajmë pacient sepse janë intervenime mjekësore. Po, pacienti. Mund t'i quajmë pacient. Edhe, do më thonë, në pajtim të dy anët edhe unë edhe ata, neve vendosim me i kry ato. Do më thonë, konsulta është gjithmonë mëse e nevojshme, para prakisht. Absolutisht. Për shumë e rëndësishme, për me ditë se çka saksisht duhet të bëjmë për me u duk ashtu siç po kërkon. Sa mirë.